Pse është ky nam për biznismenët në Kosovë? E çuditshme, ne themi se jemi demokraci liberale, jemi pjesë e Evropës, jemi shtet kapitalist, por nuk vlerësohet ai që ja ka dalë, që të punoj, të hap vende pune, të mbush arkën e shtetit, pra me tatime që i paguan buxhetit të Republikës së Kosovës, dhe për klimën që e krijon për investim dhe jetë më të mirë në Kosovë. Çka shkojnë mbrapsht? Realisht, qytetarët pedin vlerat tona. Qëta që jemi? Shumica e biznismenve që paguajnë më shumë të tatime, shtetit më shumë ka përmbajtje negative për ta, për shembull në internet, pa përgjithësuar, sesa pozitive. Është i qatë, përmbajtjet e internetit edhe të kaluarën ka qenë të organizuar nëpërmes inteligjencave të ndryshme artificiale, duke krijuar... Ose inteligencave jo artificiale. Pra, duke krijuar emra të ndryshme dhe sulme të jashtëzakonshme, duke i detyruar njerëzit që mos të jenë milionera se duhet të jeni të urryer. Më kujtohet historia e faraonëve, kur thonte, nuk duhet ju të jeni të trashti kur faraonët, se në të botë atje ju krijon do të keni kry ma shumë në trupin e juaj që do ju hanë. Dhe nuk do të mund shkonin në xhenet. Ju shkonin në xhenet si të përsekutuar, e këta që po bojnë se fa shkojnë në xhenem, të cilët pastaj ndronë rolet. Kjo ka qenë njëna prej metodave që janë bind njerëz të shumët. Edhe këtu sot. Ishtë një keqë këtu se atje... Pra, atë ta kritikoj një grumull njerëzish, të cilët të gjithë kanë qepë me konë milionera, po qepë milionerat nuk po na duhen, a milionat e tyne po se po, dhe kur ka numër të vogël të punësume, kur ka bizniset të cilët nuk janë biznise organizative, neve po na vynë e bizniset që punësojnë njerëz me vlera page mbi 1.000 euro. Nuk ka mo hapje biznisit, ai që kujton që kemi adhon pagën 500-600. Ai që menon me qenë një biznes e ka me qenë paga 500-600 mos t'ja nisë fare. Fare mos t'ja nisë. Ju dini se shpesh edhe ju jeni atakuar duke thënë se po i paguani pak punëtorët. Pra, ka qenë në këto grupet e kritikave që po themi kryesisht online. Është pjesë e ekonomisë, pjesë e rrestit, pjesë e punës, por që edhe kjo po rregullohet, konkurenca, tregu i lirë i punës, shkurja jashtë, na ka betisu të gjithve. Alo, ka me në betisu. Sa është paga mesatare në kompanitë tuaja? Po unë, si pas asaj që di, nuk ka, në thonë gati që nuk të ketë, nuk ka gati pagë në 700 euro që është tek një. Nuk ka pagë në 700 euro. Nuk ka. Edhe që po të syndojmë që ta ngrisim pagën, ta ngrisim edhe pagën po dhe vlerën e punës, se kemi probleme në ngritjen e vlerës e punës. Pra sy se vlera e punës edhe puna e kryer për një kohë të caktuar, më orar, ka mundësi që të 50% të rritët në mënyrë që pastaj paga të vinë në 1.000 euro. Pra ju po thoni, nëse do të punoj më shumë gjatë orarit punës edhe të ardhurat do të rriteshin për personin. Ashtë që se unë personalisht për veti, për zonë shpeshe, ose të gati të në herë zgjona në ora 3. Zgjoni në orën 3 të mëngjesit. Po, edhe punoj dhe në ora 6 mëngjes. Kur bini për të fjetur? Unë e bi në ora 10. Në ora 10 dhe zgjoni në orën 3. Ora 3 më shumë se 5 orë. Për çdo ditë. 5 orë gjumë. Po, edhe quna në ora 3, punoj 2-3 orë, i kryj disa obligime, pastaj kthena dhe pak e pushoj për shkak që kam të ngjeshur ditën, dhe mund të them që në ora 10 pushoj së punuari. 10 më bëra mirë. Unë punoj edhe pse s'm duan. E pse nuk punon ati që i duan? Dhe në Gjermani, në Amerikë, punojnë të puna. Për të krijuar diçka, nuk mjafton një punë. Nuk mjafton sot një punë që e nisë në orë dhe që e vazhdon shkon shpi. Por ju po përshkruani cikël prej 19 orësh gati të punës, nga ora 3 deri në orën 10. Po sigurisht se dëshiroj të jem në trend, dëshiroj që të jem mos ta lëm Kosovën në mëshirën
vetëm investitorëve të huj, ose që kur t'jemi na sharagjit e Kosovës. Ju keni edhe këtu, unë flasë edhe me kamerman të jujtë të cilët përveç një punë, kënë edhe një punë tjetër. Ka dikur që shkon dasma im shanë edhe të panit, e kënë një punë tjetër. Ka dikur që shkon... Kjo është vlerë, po thoni. Po vlerë shtuar, për arsye se për nevojitet, për të pas një jetë ma të mirë, me shëtit ma shumë, me pa botën, me pa ekonomin, me jetu ma mirë, për arsye se po kërkohet se të me jetu dhe ma mirë, do të krysh edhe një punë sekundare, nuk është kërëzon. Të shumica e njerëzve tjerë, kjo mund të në kuptohet, po të ju që, mund të themi jeni multimilioner, atër pse ka nevojt puna një katë shumë? Ku është koha lirë, ku është koha e bërit sejf, e shetis, e... Une ma të shumë të jetoj në punë. Ajo është nacia ju? Nacia ime me modhe dhe hobi dhe punë është puna. Qatë moment që... Nuk ju lodhë puna, po thoni, e keni pjesë... Qatë moment që une nuk mund me punu, ma qep kësha pas me qenë i vdeku. Po, do të punoni deri në ditën e fundit? Po, kam qep nga puna, nëse bon më qunë gjenet, i shkon mirë, por jo ndryshe. Pse ky përkushtim ka si madh për punë? Shqo. Se zakonisht, në botën e sot me njerëzit thonë, po punoj për pasur pastaj njëtë të qëndrueshme financiare që kohën e lirë ta shfrytëzoj duke mos punuar, duke shëtitur, duke qëndruar me mes, me familje, me ide të ndryshme. Jo dini që edhe shkencëtarët këtë jetën e përkushtojnë për një zbolim që ne ta kemi një jetë më të mirë, më të shëndet, më qërtu. Krejt pra, të merrit të gjithë shkencëtarët, asë një herë ata se kanë jetu i jetën e vetë që jeton një njeri i zakonshëm. Por që ka punu në atë formë se të tjere ta kenë jetën e mirë. Pra ka vliu vetën, kjo është në kokën time, me knasi ka njeri isha ndo nga kjo, isha bo një namis tjetër, por që me këte përdu mi thonë që e qatë shumë ko para të lira për investime. Ka, sot e kësaj dite. Jo që ko, po s'po mojmi përshkru sa jonë. Qka mungon? Mungon, që qka mungon? Politika fiskale adekuate. Qka është politika fiskale adekuate?